Atmosfera plot ngjyra dhe gëzim e karnavaleve të Korçës do të zhvendoset këtë vit në Athinë, duke bashkuar komunitetin shqiptar dhe veçanërisht korçarët që jetojnë në Greqi. Të ftuar special në këtë mbrëmje festive do të jenë artistët e ansamblit artistik Skënderbeu, të cilët do të performojnë me karnavale, valle tradicionale dhe muzikë shqiptare, duke përcjellë shpirtin autentik korçar. Ky nuk është një festival garus, sepse ata duan thjesht që, dhe është mirë që është kështu, thjesht që ne të takojmë njëri tjetrin, të shkëmbejmë eksperjenca kulturore, të jemi të pranishëm në vatrat e tyre dhe t'ja u bëjmë atë dheun sa më pranë. Performancat vjet janë pritur në mënyrë të jashtëzakonshme, këtë vit janë rritur edhe më shumë. Dua të falenderoj shumë Elonën Gjergo Tanka, e cila e ka nisur këtë iniciativë dhe këtë vit ajo ka marrë dhe disa aktorë që jetojnë në Athinë. Do bëjmë një mbrëmje midis vargjeve, karnavaleve dhe traditës. Belliu thekson se ky aktivitet synon të ruajë dhe promovojë traditat kulturore shqiptare dhe jashtëvendit, duke krijuar një urlidhse mes bashkëdhetarëve dhe qytetit të tyre të origjinës. Ne kemi qenë dhe me Korin Lira në Selanik, pra tashmë ka nisur një bashkëpunim që jo vetëm ata të vinë këtu në muajt që ata janë të lirë, por ka nisur bashkëpunimi për të shkuar dhe ne aty dhe karnavalet e Korçës janë një traditë e jashtëzakonshme, kështu që unë besoj që do të ketë një atmosferë të mrekullueshme. Teatri i Korçës është duke punuar një vepër për ta çuar dhe në Selanik. Kështu që do të jetë një vit që do të kemi shumë bashkëpunime me këtë shoqat dhe disa prej artistëve që ne kemi aty do të bashkëpunojnë bashkë me ne që të mos ndihen që ne jetojmë jashtë dhe nuk mundemi do të performojmë. Karnavalet e Korçës, të njohura për humorin, kostumet shumë ngjyrshe dhe atmosferën festive, pritet të sjellin në Athinë një mbrëmje plot argëtim dhe emocione për të gjithë pjesëmarrësit.